Kryeministri në dorëshe i Kosovës Albin Kurti thotë se në Kosovë nga 26 maj deri në 6 qershor do të mirëpres ushtarë nga 19 vende të botës në ushtrimin që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurti ka thënë se edhe kësaj radhe Kosova do të jetë ndër 18 vendet nikëshire të ushtrimit më të madh ushtarak që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, te ku marrin pjesë 25.000 ushtarë nga 29 vende aleate partnere. Nga 26 maj deri në 6 qershor, do të mirëpresim rreth 12.000 ushtarë nga 19 vende për ushtrimin e reagimit të menjëhershëm, një nga 3 ushtrimet që do të zhvillohet në kuadër të Defender Europe 25, ka shkruar Kurti në postimin e tij në Facebook. Turqia ka thënë se përveç se do të jemi nikëshir, risia është se këtë herë në aeroportin e Gjakovës do të vendoset komanda e divizionit të 28 të Kompsorisë së Ushtrisë Amerikane, dhe nga aty do të drejtohen të gjitha ushtrimet në rajonin e Ballkanit. Partneriteti dhe bashkëpunimi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbrojtje dhe siguri po thellohet, e zgjerohet dhe ky moment është padyshim dëshmi e kësaj që nga ndarja e lartë buxhetore për çdo vit, pajisja e ushtarëve me armatim modern e gjithnjë më të shumte deri te ngritja e aftësive luftarake për herë në bashkëpunim me shtetet anëtare të NATO-s e kanë bërë Kosovën një vend të sigurt si asnjëherë më parë dhe i tillë që kontribon dhe eksporton stabilitet. Dhe jemi të përkushtuar që të arrisim edhe më tej angazhimin e Kosovës në ruajtjen e paqes dhe mbrojtjen e sigurisë në rajone më gjerë, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Albin Kurti.